Nuk dua t'ju lodh më shumë, as t'ju mbaj më shumë këtu, se fjalimet e mia ju i dëgjoni, i keni çdo ditë. Kujdes kur hapni frigoriferin, se mund t'ju dalë dhe në frigorifer deri në 11 maj. Do t'ju lutesha shumë që deri në 11 maj të bëni çdo përpjekje, Faleminderit. Do t'ju lutesha shumë që deri në 11 maj të bëni çdo përpjekje me të gjitha shoqet tuaja, me të gjitha fqinjet tuaja, me të gjitha krushkat tuaja, me të gjitha të njohurat tuaja, me të gjitha koleget tuaja në punë, që gratë dhe vajzat shqiptare në radhë të parë ta marrin të tërin në dorë fatin evropian të Shqipërisë, dhe duke marrë në dorë fatin evropian të Shqipërisë të marrin për dorë edhe të gjithë burrat dhe djemt, dhe një shumicë më e madhe se asnjëherë tjetër të vendosi që Shqipëria 2030 të jetë antare e Bashkimit Evropian. Dhe të gjitha ju, të gjithë shqiptarët kudo ku janë, të gjithë fëmijët tuaj të marrin pasaportën europiane dhe të jenë qytetarët e parë të këtij vendi kaq të vjetër në mes të Europës, me dinjitetin dhe statusin e barabartë të qytetarit europian mes europianësh. Shumë faleminderit gjithave, ju dua shumë dhe forca përpara. Edhe një herë shumë respekt dhe komplimente për kryetaren e bashkisë tuaj. Një shtrigë e cila i është dashur kaq shumë